sot du të përcjell diçka që është me shumë rëndësi për mirëditën. Kur them është me shumë rëndësi, është me shumë rëndësi edhe për vetë ekzistencën e bashkisë së mirëditës. Kam qenë i ftuar së bashku me një grup intelektualësh që kanë ardhur nga Tirana, kudo që janë, pra edhe në mirëditë për shkak nga të fol për reformën e re territoriale. Ka shumë rëndësi, që të ketë diskutime me targete të zgjeruara njerëzish dhe personalitetesh sidomos, por dhe komunitet për reformën territoriale. Çfarë do ndodh me mirëditën? Cila do të jetë bashkia? Sa do të jetë? Si do jetë? Janë disa variante që fliten. Por mbi të gjitha problemi është që mos zhduket emri mirëditë, të mos zhduket emri bashkisë mirëditë. Por janë disa kondicione për cilat të ekzistojë, që lidhet me demografinë, me popullsinë, kur ne dimë që ka një largim të frikshëm, dhe gjithë prerogativat që kanë bashkitë e ndryshme nesër pas nesër, pra me reformën e re territoriale, se si do të funksionojë mirëdita. Mosthirrja do ishte gabim, absolutisht, edhe i vetë kryetarit të bashkisë, edhe i gjithë stafit atij. Por ftesa për intelektualë, ftesa për grupe të ndryshme është shumë e rëndësishme. Është ky moment që duhet marr pjesë. Unë kam aqenuar disa gjëra që i kam menduar. Ndoshta kolegë intelektual shumë të mirë, analistë të mirë, domethënë që merren me ekonominë, me historinë, me radhë, për të sjellë një argument se si e mendojnë ata për të qenë bashkia e ardhshme e mirëditës në territorin që është tani apo në territor më të zgjeruar. Dhe prevalon mendimi që duhet të jetë deri në shtrirë në kufit e mirëditës etnografike. Natyrisht, to nuk i shoh si emfaza të një folklorizmi, por sepse është e domosdoshme për të pas një bashki të fortë. Unë kam thënë disa gjëra të tjera që lidhen me funksionalitetin, si duhet funksionojë bashkia e mirëditës. Në mendimin tim, dhe vazhdoj ta them, do përcjell gjithë bisedën që është bërë aty, por unë vazhdoj të them që do të hikim nga ajo mënyra që ka të bëjë me klientelizmi politik, klientelizmi pushtetor, klientelizmi në parlamentin vendor, në këshillat vendor, nuk mund të funksionojë më kështu. Dhe e dyta, nëse ka moment kur nuk do të shihet më militantizmi dhe do të shihen gjërat politike, thjesht në bonuset politike që përfitojmë dhe ta shohim veten të vendosur në një krah të caktuar politik, ky do të ishte dëmi më i madh, do të ishte asgjësimi i mirëditës. Në këtë çase janë pothuajse shumica intelektualëve. Është shumë mirë që tani, duke falenderuar kryetarin e bashkisë që na bëri një ftesë dhe ne i tham gjërat aty dhe të cilat do të arkivohen, do të gjithë materiali, por mbi gjitha ka nevojë për të krijuar një network intelektualësh që janë dhe jashtë shtetit, që janë këtu analistë të mirë, që janë ekonomistë, juristë e tjerë, me radhë gjitha profesionet që të i bahen mbështetje bashkisë. Në këtë rast ne kemi një kryetar bashkie dhe duhet i bëjmë një mbështetje, sepse do të jetë një pikë nuk lidhës për ta sjellë mendimin e mirëditës në gjithë hapësirën e vet. E nevojshme tashmë në këtë diskutim për reformën e re territoriale. Dhe e dyta, unë nuk pres komente negative. Jo, pse fol ju, çfarë foli ky, si foli ai, se e kemi zënat me ira mirëditor njëri tjetrit. Është gjëja më negative. Tani duhet mendojmë që jo të hike, sepse nesër mas nesër do hike karrika e gjithë nëse s'do ketë bashki dhe do t'ja tashohet një bashki të madhe. Tu problemi është i të ardhmes, i gjeneratës, duhet të ekzistojë mirëdita dhe duhet ta mbajmë siç na e kanë mbajtur të parë tonë momentet më të këqija dhe momentet më të vështira të historisë shqiptare, ne ju dedikohemi atë që kanë bërë të parë tonë. Tani është një detyrë historike, e them prapë, por ne brezi që na ka takuar me qentu e intelektualëve, e njerëzve të angazhuar, e të gjithë pa përjashtim, pa përkatësi politike, për të parë ekzistencën e mirëditës në të ardhmen, për të bërë një bashki më e mirë, më e fortë, më fleksible me qytetarin, dhe që ta zhvillojë mirëditën dhe të thith pasaj ata që duan të vinë në mirëditë, që janë investitorë me radhë, por mbi të gjitha vetë mirëditorë që janë për të investuar në kullat e tyre, në bizneset e tyre. Dëshira është, por do të jetë bashkia e tillë e fortë që të jetë dhe jo të mos jetë fare. Pra dhe i herë, unë nuk do i duroja komentet negative me thënë çajni ju që jepni mend e tjerë. Po është për të mend, jepni mend në mënyrë pozitive dhe jo duke shkruar nëpër faqe anonimate vetëm burra shaj këte. Është gabimi i jashtëzakonshëm. Është momenti për të kujtuar dhe për të bërë diçka pozitive për mirëditën. Tani do t'ju përcjell të gjithë takimin që është bërë, unë i kam marrë pothuajse shumicën e bisedave, do t'ju përcjell si një special.
mendime të intelektuale mjeditor, mendime të njerëzve të pavarur në aspektet politike, dhe njerëz që realisht e duan mjeditën dhe që kryes të dalin disa konkluzione që më pastaj zhvillohen dhe mund t'i paraqesin komisionit parlamentar i reformës territoriale, opinione, mendime, konkluzione, që realisht ndihmon mjeditën dhe mjeditorës në qasën që si të ketë shërbimi që kryetarët do të marrin në pushtetin vendor. Ka disa kohë që diskutohen harta, ndarje, kufij, bashkime, ndarje, njerëz që japin konkluzione në media, në rrjetet sociale dhe mendoj që takimet e tilla janë takimet të cilat konkludojnë mitra të caktuar që ne meritorët do të paraqesim Komisionit Parlamentar për ndarjen territoriale. Pyetja që shtroi qëndrimin është ekzistenciale. A do ta lëmë mjeditën të bjerë në gjendje të mirë, apo do ta rivitalizojmë? Shifrat janë alarmante të nderuar. Nga 61.320 banorë që kishte mjedita në vitin 1990, sot, sipas regjistrimeve të fundit, ka 13.600, ose një humbje prej 7.8% brenda një brezi. Nëse kjo nuk është emergjencë, më thoni më lutem se çfarë është. Reforma administrative territoriale mund të jetë një mjet i fuqishëm për të ndalur këtë hemorragji, por vetëm nëse bazohet në parime të shëndosha, si decentralizimi, autonomia vendore, zhvillimi ekonomik, lidhjet historike dhe mendimi i popullsisë, dhe nëse shmangen marrëveshjet okulte në tavolinë. Qeverisja vendore në thelb është nevoja e komunitetit për të administruar çështje të bashta dhe për të marrë shërbime efektive afatgjatë. Rënja drastike e popullsisë imponon zgjerimin territorial drejt mjeditës historike. Kjo nuk është nostalgji, por është një nevojë për të rritur kohezionin social. Drejt për drejt, unë propozoj që mjeditës i bashkangjitet disa territore që kanë në kufijtë e saj, si Ulza, Rigura, Gjazuj, Kashnjeti, Ungrit, Bregni, Plana, e tjerë që më mirë i dinë specialistë. Po pse? Sepse mjedita, fatkesisht ashtu si edhe Shqipëria, sot kufizohet vetëm me mjeditorë. Një paradoks që duhet korrigjuar. Kohezioni social i këtyre zonave me mjeditën është i pamoshur. Ka lidhje gjaku, martesa, dialekti, zakonet. Një komponent i rëndësishëm i kësaj është besimi katolik në masën 100% i kësaj treve, që është një rast unikal në Shqipëri, dhe që është dhe themeli i kohezionit social. Kohezioni gjeografik. Të gjitha ndodhen brenda të njëjtës lulimi hidrografike të Fanit, të lumejve të Fanit, me akse rrugore që çojnë natyrshëm në rrugë Rrëshën. Distanca nga Rrësheni është më e vogël se ajo nga qendra e këtyre aktuale. Ndërsa në pamje të kohezionit historik, këto territore kanë qenë pjesë e së njëjtës krajinë autonome për shekuj, të qeverisur edhe kur Shqipëria nuk ishte shtet. Organizimi administrativ i mjedisë është provuar për më shumë se 500 vjet. Ndarja e saj ishte një akt politik dhe jo funksional. Por nëse historia e përbashkët, gjeografia dhe territori janë kushte dhe kritere të rëndësishme, kohezioni social është parakusht për të krijuar një vetë qeverisje të njësie vendore. Mjedita nuk është vetëm një njësi administrative. Ajo është një unitet solid, historik, kulturor i patjetërsueshëm, një monument që duhet ruajtur dhe mbrojtur me çdo kusht. Edhe pse bashkimi mund të mos sjellë përfitim financiar të menjëhershëm me këto treba, kryesore është kohezioni social. Gjithashtu, duke respektuar zhvillimet teknologjike dhe parimin e subsidiaritetit,
Mendoj se edhe njësitë administrative duhet kufizuar në taj. Një çështje tjetër lidhet me organizimin e pushtetit vendor në tërësi. Sot kemi 2 nivele qeverisë vendore, bashki dhe qartë. Unë që thash se kam 45 vjet në administratë publike, për hir të vërtetës akoma nuk e kam kuptuar rolin e qartë. Ligji dhe performanca e këtyre strukturave tregojnë një veprimtari shumë të zbedhë dhe jo efikase. Funksionet e qarkut janë evazive, nuk njësin përgjithshmërinë dhe llogaritdhënien. Qarku është një organ rudimentar, një kopje shëmtuar e huazuar nga legislacioni hupa. Burimet e tij financiare vijnë nga transferta dhe kontributet e bashkive, por ai nuk ka asnjë taksë të dedikuar, pra është thjesht një kost të shtesë për bashkinë. Vendet e rajonit, Maqedonia, Kosova, Malezi, Slovenia, kanë vetëm një nivel qeverisë. Përjashtuar Serbia që ka një tashmëqyrtor po kërru rreth. Unë besoj se Shqipëria ka nevojë për bashki të fuqishme që komunikojnë drejt për drejt me qeverinë. Ideja e rajoneve që po qarkullon është edhe më e keqe, shabllone dhe evozuar nga përvoja pa lidhje me realitetin tonë. Koordinimin mund ta bëjnë prefekturat dhe shoqatat e bashkive, të cilat në këndvështrimin tim duhen forcuar. Suprimimi i qarqeve është i vështirë, për shkak se është një subjekt kushtetues, por kjo nuk duhet na ndalojë në rrugën tonë. Decentralizimi i shërbimeve arsimore dhe mjekësore është një komponent tjetër i lidhur me këtë reformë. Sot shkollat dhe spitalet menaxhohen nga qendra, por problemet janë lokale. Unë propozoj që funksioni metodologjik dhe teknik kurrikular standardin t'i meten qeverisë qendrore, ndërsa administrimi dhe mbikëqyrja, mirëmarrja personeli, fontet operative t'i kalojnë bashkisë. Kjo do ta përmirësonte dukshëm shërbimin. Propozimi tjetër ka të bëjë me thellimin e decentralizimit fiskal. Mirëditësi duhen të ardhurat e veta parashikueshme. Prandaj, unë do të propozoja që në kuadrin e kësaj reforme territoriale të shikohet edhe reforma e decentralizimit. Tatimi mbi të ardhurat personale dhe fjala 10% e tij duhet të mbeten bashkisë. Taksa e qarkullimit për karburantët, një pjesë duhet të kthehet bashkive në proporcion me akset rrugore në territorin e tyre, për të zhvilluar mirëmarrjen në rrugë dhe kompensimin. Ndodhi gjithashtu. Taksa e karbonit dhe taksat e tjera mjedisore, një pjesë duhet të mbeten në nivelin lokal. Burimet natyrore që janë të shumta për mirëmarrjen, bashkia duhet të rrisë ndjeshëm pjesëmarrjen në të ardhurat e tyre, si për ujin, rentën minerare, pyjet e tjerë, pasi ka një nivel papërfillshëm. Të gjitha këto propozime, si zgjerimi territorial, riorganizimi në një nivel qeverisje, decentralizimi i shërbimeve dhe i taksave, janë të lidhura ngushtë, si unazat e një zinxhiri. Nuk mund të kesh bashki të fuqishme pa kompetenca, nuk mund të kesh kompetenca pa burime dhe nuk mund të kesh burime pa një territor qëndrueshëm dhe koheziv. Sisoj, në reforme të tilla administrative territoriale, e mbështetur këto propozime, do të krijojë një mirëditë më të fuqishme në pikpamjen e burimeve dhe të mundësive për projekte zhvillimore që do të përmirësojnë edhe jetën e mjedisore. Por ka një kërkesë tjetër kaq të rëndësishme, mendimi i popullsisë. Kushtetuta dhe Karta Europiane e kërkojnë shprehimisht për këtë. Asnjë reformë nuk mund të imponohet nga lart, pa mendimin e komunitetit. Detyra jonë nuk përfundon këtu. Ne duhet të dalim në terren, të shkojmë në gjegja, në ujës, në planë krejnor, të organizojmë konsultime publike, të shpjegojmë se çfarë do të thotë të jesh pjesë e mirëditës, jo vetëm në art, por në shërbime, në investime, në identitet. Më pas me këtë kërkesë në dorë, të lobojmë të deputetë, ministri dhe komisioni për reformën territoriale. Kjo nuk është punë e lehtë, e di, do të ketë kundërshtime nga bashkitë fëmijë dhe inerci nga qeveria qendrore. Por nëse nuk e bëjmë ne, askush nuk do ta bëjë për mirëditor. Rënja demografike nuk ndalet me dekret, por duke bërë mirëditën më të rresë. Nderuar zoti kryetar, të nderuar pranishëm, e di që ndryshimi i kufive është një proces i gjatë dhe i vështirë, por jam i bindur se nëse qëndrojmë bashkë, argumentojmë me fakte dhe respektojmë parimet e kohezionit social, gjeografik dhe historik, ne mund t'ia dalim.
Në 88, Papa Leoni, jo kjo sot, po Leoni i atëshëm, nënshkruaj një dekret me titull Sutra Montem Mierditarium, i cili ngritte Mierditën nga një abaci e varur nga Lesha dhe një abaci e Lugjus, të varur në Dekër dhe nga Cili e Shenjtë. Pra gjete kohën në atë kohë, për ta Papa pra ditë se ekziston një Mierditë e merre me nuk e di që a do të ishte sot e mundur ndodhe një të gjëra, por në qoftë se kjo ishte 25 tetor, 3 ditë mbrapa sultani i jepte lejen abatit Mierditës për të kryer Mierditë pas shumë vitesh si urgjinose në botë. Dhe kështu vazhdoi Mierdita deri nga viti 47-49, por në 49-ën më shumë se gjysma e saj ju hoq Mierditës, madje i hoq dhe emri. Po të shihni ligjin që miraton në reformën territoriale të vitit 1949, flitet vetëm për një rrëshem dhe vetë emri Mierditë u hoq fare në qeverin dhe nga harta praktikisht, bashkë me Mierditën dhe Oroshi. Të dyja nuk figurojnë në listën e proponimeve ose të njësive të strukturave administrative me ligjin e vitit 1929. Edhe kështu deri nga vitit 92 vazhdoi kjo situatë, pothuajse secilit prej jush ose prej parasve tanë, këtu është shumica i kanë përkit një rreth tjetër. Unë kam qenë Libër, dikush ka qenë Borrell, Tuks, Puk, Lezhë dhe Shkodër, 6 rrethe. Kalore kanë marrë gjithmonë duke i dhënë 33 fshatra në Mierditë pjesën gjithë jashtë. Paradoksalisht ose fatkeqësisht edhe në vitin 92, kur u mendu se shumë gjëra që komunizmi, shumë plagë që komunizmi i krijoi do të zhboheshin, çuditërisht merren poshtë, Mierdita merri po ajo që ishte edhe para edhe gjatë komunizmit, nuk u prek. Megjithëse ka pas konsensus politik disa herë Shqipëri, edhe në 92-shin, e pak më vonë, u boli një 501 me konsensus, u boli shumë gjë, shpesh herë ka pas konsensuse, por për Mierditën nuk ka pas një konsensus për ta rikthyer në kufit e vet. Tash duhet se ka një konsensus. Shpresojmë që ky konsensus politik që ekziston në Shqipëri ta mundsojë që Mierdita të rikthehet në ato kufi që ka pasur historikisht. Dhe jo as për nostalgji, por për fuqi të re. Sepse mund të bëhet një harë, që mund të janë dhe kinë mund të qenë Mierditë, por nëse nuk japin kompetence, nuk japin fuqi për të administruar vetveten, kjo prapë nuk do të vetë diçka pa kuptim. Thelbi i kësaj reforme nuk është vija një harë e bukur, më e madhe, më e vogël, pak më sika. Thelbi i kësaj reforme duhet të ishte kompetenca që duhet t'i transferohen të shtetit vendor. Mierdita Fuzoni ka dhënë një territor caktuar, ashtu si kundër të tjerëve, dhe do të duhet që ta njerëz kenë mundësi që pasuritë e tyre t'i administrojnë vetë. E dim gjithë që, po themi që nga Kordeshi që vion ka, prej Kordeshi ka një pjesë e madhe florimit të Shqipërisë drejt qendrës, por Kordeshi hala nuk e gjeh për shembull asfaltin e sot e kësaj dite. Nuk di sa shetë. Edhe është e rëndësishme që Mierditës e gjithë Shqipërisë t'i jepet mundësia të administrojë vetë pasuritë që ka. Çfarë ka? Minerale, ujë, hyje, zhavor, të kur dhja dhe nga lugina madhe i shef malet që janë në cilët është ndërtu Shqipëria, por Mierdita s'ka përfitu asgjë. Dhe për të arsye është e rëndësishme që ky moment të shfrytëzohet. Tashi ka diçka që duhet të thënë. Mierditën nuk e kemi coptuar ne. Mierdita është coptuar në kohën e paraardhësve ta, në vitin 47-49 është ta. Ne kemi përgjegjësi për coptim. Ne kemi detyrë të luftojmë që kjo të shkojë në kufit e vetë natyror, as të madhe, ose të madhe. Po është një kufi natyror që bën bashkë njerëz që flasin të njëjtin dialekt, që kanë të njëjtën histori, që kanë të njëjtën kulturë, që kanë të njëjtën fe, që kanë të njëjtin konstitucion shpirtëror. Dhe ta njerëz duhet të kenë mundësinë që të
jenë bashkë. Ne në 108 kushtetues, e përmendni, nuk e citoj, po e zbërtheu, zoti Drea, thotë që reformat administrative dhe territoriale do të bëhen mbi bazë të dy parime, parim ekonomik dhe parim historik. Dhe të pyetën njerëzit. Parimi ekonomik thash, ne Mirdita nuk mund të jetojmë të nivel varfërie për sa kohë që nuk ka akses dhe nuk zotënon pasurinë të territorit që i takon. Dhe niveli historik që e kërkon kushtetutë, e kërkon dhe gjithë parimi dhe gjithë legislacionin europian. Parimi historik është me rëndësi pa diskutueshme. Njerëz që sot janë shtetërorës kanë patur peshën dhe përgjegjësinë që Mirditës t'ia ruajnë atë që është thelbi, t'i ruajnë vlerën dhe t'i ruajnë qëndrueshmërinë e një njësie që në vetvete fatkeqësisht përgjithsoset në një politik. Personalisht nuk i përkas kategorisë njerëzve që kanë trendin që t'jenë shumë legalist ose shumë kulturist. I përkas kategorisë njerëzve që t'jenë racional në atë që na përket ne. Unë vi nga ajo që është pjesë reale e funksionalitetit pushtetit vendor, si ish pushtetar lokal për 3 mandate, dhe vi do të thotë përgjithësi dhe ta presish votuesin dhe t'i shkosh votuesit aty ku ka më të vërtet, jo votuesit, po kontribuesit të një territori. Kështu që ne jemi bashkëfajtor të asaj që i takon pjesë nga 90 aknej për Mirditën tonë. Jemi bashkëfajtor dhe i përkasim një kategori njerëz që me ca miq që kolegë që më këtu reformën e 2014-s ne i kemi bërë damë komuniteteve jo thjesht Mirditës tonë barë kombëtare. Praktisa e asaj reforme fatkeqësisht e çoi qeverisjen thjesht si qeverisje për të administruar dhe jo për të shërbyer komunitetin. Dhe fatkeqësisht komunitetet tona lokale dhe rurale u zbrazën dhe sot jemi në një situatë që është problemore. Unë jam për konceptin bashkitë e vogla dhe bashkitë e mëdha. Bashkitë e vogla janë bashkitë e bukura, janë funksionale, janë bashki që e pretin më shpejt komunitetin, popullsinë. Bashkitë e mëdha janë më të gjallshme, kanë më funksionalitet, kanë më kapacitete. Bashkitë e vogla kanë probleme. Kanë probleme kapacitetesh, kanë probleme të numrit të popullsisë, por janë të bukura në vetvete sepse e ushtrojnë më të qëndrueshme funksionalitetin në lidhje me shërbim. Bashkitë e mëdha krijojnë tjetër harmoni, kanë konceptin asaj që krijojnë ide zhvillimore për zonat dhe mundsojnë që kapacitetet të vinë shërbim të modelit të zhvillimit ekonomik. Ne duhet të qëndrojmë asaj që ne të vazhdojmë të mbetemi bashkitë e vogla. Bashkitë e vogla që t'i shërbejnë komunitetit dhe të rikthejnë komunitetin në qendër të vëmendjes tonë. T'i shkojnë komunitetit jo thjesht si qeverisje për të administruar, por si qeverisje për të kthyer funksionalitetin zhvillimor të zonës. Për mua sot koncepti i reformës është përveç asaj që është politik, sepse ka një vendimarrje, më duket një qasje serioze, sepse është shtrirë ajo që është debat politik, por ne duhet të ruhemi pak në kujdes, mos bjem në grasjen asaj që të krijojmë atë tendencën e folklorit që të shkojmë drejt kufijve. Ajo nuk është thjesht një dëshirë jona, ajo është një marrëdhënie që ekziston midis ligjit dhe kushtetutës. Dhe është një vendimarrje që takon një referendumi dhe që takon konsultimin publik si e tillë, siç e do Mirdita, e duan edhe zona që realisht në hartën e vjetër janë pjesë e Mirditës, por shprehja e rrëmit e tyre sot mund të jetë për të qëndruar atij komuniteti që sot e ushtrojnë kompetencën. Për mua sot duhet të jetë realisht në bazë të ligjit kompetenca reale pushtetarit që zgjidhet nga partija.
është një pushtet që del nga vota e popullit dhe si tillë fatkeqësisht deri sot e ka pasur të gjithë vëmendjen dhe epicentrin vetëm çfarë i jep qeveria. Zdyti, ne duhet tentojmë dhe të pretendojmë që i kthehet kompetenca dhe ligji i paketës fiskale. Pushteti vendor do të ketë të drejtën të ushtrojë jo vetëm thjesht atë që është kompetencë dhe hapësirën, por të marrë edhe atë që është detyrimi për ta kthyer në vlerë investuese për komunitetin. Dhe jo më pak se 40% e të ardhurës lokale duhet dhe patjetër të mbetet në komunitetin që prodhon ai investim publik. Zdyti, autoriteti lokal nuk do ta shohë më qytetarin vetëm thjesht si përfitues, por qytetarin do ta kthejë në kontribues të zhvillimit të zonës. Nëse kjo nuk harmonizohet me atë që është politike e përgjithshme, fatkeqësisht ne e kthejmë komunitetin vetëm frikës dhe jo për të shërbyer edhe me investime incentiva që realisht e kthejnë mirë komunitetin. Dhe streti, patjetër ne do ndërtojmë politika që të kthejnë banorët në zonat tona. Mjerdita është një zonë që përpis asaj që e bukur në mënyrë natyrale, ajo ka nevojë për tim e banorë që në fshatrat tona fatkeqësisht është tërësisht në mbi ekzistencë. Gjatë shtetëronimit që nga viti 1921 ka filluar ndarje dhe administrimi i Mjerdisë jo mbi bazën e etno-kulturore të saj. Viti 91 për fatin për vazhdimin e atij fati të Mjerdisë nuk u reflektu asnjë lloj çndrimi ndaj saj. Mirë që fokusohemi te komunizmi, se komunizmi që armiku me jegër i Mjerdisë. Po Mjerdisë nuk e kanë qef rreth fakte tregojnë historike. Edhe para komunizmit dhe pas komunizmit nuk ka ndryshime në funksionimin e Mjerdisës si një e tërë. Jo të saj, pas zbesimit përfshirë në kulturë e tërë, unike, e veçantë në gjithë Shqipëri, që dhe ishte nderi i gjithë Shqipëri që do të reflektonte frymën europiane të saj, në fakt. Por veprimet dhe politika përgjithsisht nuk ka qenë miqësore ndaj Mjerditës për ta pranuar. Nëse ta pranon, do ishte shumë mirë që Mjerdita të jetë të kthehet. Në momentet që diskutojmë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, kam menduar dhe po mendoj që kush do ishte, ne jemi në një farë mënyrë në kundërkohë me realitetin që kemi përpara. Partia Demokratike në drejtën e saj, partia kryesore opozitare, thotë që duhet shumohen numri njësive administrative. Partia Socialiste, me tezat e saj në anën tjetër, partia në pushtet, thotë to janë pak si shumë, po të ishte mundësia një bazë më të mëdha. Po Mjerdita ku është në këtë lloj konteksti politik, që në fund punit ata janë vendimmarrës dhe ata e ndryshojnë dhe kushtetutin që ose nevojë për të ndryshuar se ta generale është në kushtetutin. Unë do të mendoja që Mjerdita për specifika që ka të bëjnë një problem. Që vidi në vendi a mund të funksiononte, që funksionon në Franca, shumë vende europiane, që kanë një njësi të madhe, një bashki të madhe, dhe njësi të vogla brenda saj në krejt votin dhe për të shprehur edhe atë fuqi, fokusi financiar dhe energjikë në të ajo bashki, që nuk ishte bashkia me gjithë zonën etno-kulturore të saj, nuk i përfshin gjithë njësi, që i ka Kukaso, i ka Lezhë, i ka të tjerë, Mati, dhe nuk ishte një kombinim i tillë. Ka qenë për paralelën, ndoshta nuk shkon shumë, po mund të rregullohej nëse ka vënë politikë. Ka qenë Tirana e madhe me 11 njësi bashkiake, që ishin e zgjedhë, jo njësi administrativ, njësi. Edhe ajo mund të ishte një ide që ne mund ta qunim për konvencion që thotë mund ta qunim edhe komuna, po komune bashkia është e njëjta fjalë. Po mund të ishte njësi shënësikar, do të thotë, po ose mini bashki, do të thotë që ajo ideja që unë kam edhe propozimi është
që duhet ishte një bashki, ke ishte një farë kombinimi edhe mes atyre vendimazëve të mëdhenj, bashkia madhe, Partia të tonë që ishte e madhe, e të sobzuar po pjesa të trupit që të ishte njësia vendore, njësia bashkiake. Krimi i një rajoni të pushtetit vendor ndërmjet lumit Drin dhe lumit Madh, i cili është plotësisht i mundshëm nëse Shqipëria ndahet në 9 rajone. Ndarja me Dhunë e Çarsot në lidhje me Suprimon. Ndarja me Katër që pretendojnë tjerë në lidhje me Shkodrën, flasim pas në interes, sepse gjithë shqiptarë jemi, por në lidhje me Suprimon. Ndarja dhe me 6 rajone në lidhje me Suprimon. E vetmi mënyrë për ta rivitalizuar me lidhjen siç ne duam dhe siç ka qenë ose është me 9 rajone. Mos e nej çuj çfarë dush, prefekturë, qafë, mini bashki, por nëse vjen në rajon i Mirditës, që nga Klosi, Lura, Qafmalit dhe dalja ndet ndërmjet Drojës dhe Shënkollit, është një harë e kompletuar që pothuajse përfshin 100% pjesën e Mirditës, nuk po them etnike, po etnokulturore, por kryen një njësi ekonomike me një ansambël kompleks, me turizëm, me talentet, me lumej, me pasurinë natyrore, mitosore, me drejtori, bujqësi, me gjitha. Kështu që ti referohemi ndarjes historike se në Mirditor ka ndalë gjyqe, që gjithmonë kufi ndahet me lumej dhe me kurriz e kodrash, lumi Madh me lumin Drin. Kjo pjesë e mesit mund të ishte një zonë etnokulturore, ekonomike, gjeografike, administrative, që mund të quhet prefektura Mirdita, prefektura nuk ka si emri, Qargua, por Qargua është institucion kushtetues për shtarit. Dhe kjo mund dajë 8 bashki, 3 bashki, 2 bashki, ato të gjitha millin e buve. Pasi efektshmëria 1 të ardhurat dhe investimet 2, shërbimi ndaj qytetarit 3, element dhe shtylla kryesore, në vend që të realizoheshin, ato janë larguar, janë distancuar, dhe kjo ka qenë e mbetet një nga arsyet që të qytetarët, sidomos rinia, po vazhdojnë ta boshartisin të vetë, dhe ta boshartisin faktin. Dhe kjo është ajo që ne kemi dhe përgjithësitë e përmendni zoti Sander, që të gjithë ne kemi përgjithësitë tona aty ku kemi shërbyer me mënyrën e veprimit ose aq më keq me mënyrën e mos veprimit. Unë do thosha se jo se jam një jashtë politikës shqiptare, por klasa politike e qeverisë shqiptare, për më se 3 dekada nuk ka bërë atë që i duhet qytetarit shqiptar, por ka abuzuar në mënyrë sistematike dhe të pasgrupullt me votën dhe besimin që i ka dhënë qytetari për t'i kthyer shërbimet. Asnjë shërbim nuk ka mjaftuar koha, i kanë shërbyer vetëm dhe vetëm vetes, dhe kjo është fatkeqësia e kombit shqiptar, jo vetëm e Shqipërisë dhe e Mirditës në këtë kontekst. Për këtë duhet ndjejmë secili përgjegjësi, dhe kjo përgjegjësi duhet të shprehet të paktën me refleksion, duke mësuar nga kaluara, duke mësuar nga gabimet tona, për të mund korrektuar, për të mund korrigjuar dhe për të ndryshuar situatën. Është alarmante. Është alarmante jo vetëm për administrimin dhe pjesën territoriale të Mirditës, por është për të gjithë të vetë. Dhe po e them që jemi të vetit pas Gjeorgjisë, që në po të shikojmë statistikat e reformave administrative territoriale, jemi të vetit ne që shkojmë nga ekstremin e ekstrem. Edhe jo për të organizuar që diçka t'i shkojë qytetarit në shërbim, po për të bërë qytetarit të pamundur jetesën. Dhe ata pastaj detyrimisht vinë tek ajo pjesa që në shifra është dhe kjo alarmante, nga 61.000 sa qytetarë që ka pasur në ndërtën Mirdita, sot ka rritur në 13.600. Kjo është alarmante. Dhe unë jam shumë skeptik. Nuk jam pa shpresë, por jam shumë skeptik që gjitha këto diskutime dhe propozime që do të paraqiten, që do të ndryshojë gjë,
edhe me këtë reformë. Ishte një vite do të diskutoj 3 shtylla, një që është esenciale, harta. 3 shtylla janë 2 tjera të që i përmenin gjitha bashkive tjera, qoftë financët lokale, qoftë edhe kompetencat ose decentralistë. Ne kemi një plus sepse duhet diskutojmë edhe realisht për hartën energjike, e cila është singurë që na dystonat. Një statistikë për financat vendore. 10% e buxhetit shtetit ndahet për bashki. 5% nga këto i merr pjatë. 5% tjera 60 bashki. Imagjinoni çfarë paradoksi ka sot për shtetin vendor. Ndarja territoriale e fundit të vitit 2014, por që u praktiku në startimin 2015. Sa është prek një vita si ka ndikuar reforma territoriale. 2015 sot në 10 vite, 11 vite, dhe në 2026. 14 shkolla janë mbyllur një tjetër, për 10 vite të fundit. 60% e popullsisë larguar nga Miletika në 30 vite, përqindja larguar në 30 vite të fundit, 60% është larguar qatë. Tyre dhe ty. Që të thotë, në një farë mënyrë ka ndikuar edhe reforma territoriale. Ndarja e reformës së 2015. Një element esencial që tregojnë realisht një farë dështimit kësaj reforme që sot zbatet. Keni me atë marrëveshje të dy palë, atë marrëveshje çfarë do të thotë? Se do të votojmë me unanimitet. Kjo është atë marrëveshje. Në të kundërtën, këtë sa rrafi mujnë të avë, mendoj që kjo është esenciale. Ne të shkojmë me një paraprgatitje. Ma të eksperiencë që unë kam pas në pushtetin lokal, është e vështirë. Kemi dështuar dhe me nësit e vogël, në mënyrë spektakolare, në volime njerëzore, në kapacitete, e ashtë më tepër në pjesën financiare. Kështu që do të ruhemi në e para. Dhe e dytë, sot ti do t'i integrosh në rol. Karta e autonomisë europiane nuk të lejon sa gjona për t'i menjen. Pra, ja detyron shtetit tonë sepse ke atë marrëveshje. Ne do t'jemi, mos themi edhe fjalë bukura mund të themi, por nuk praktikisht nuk operojnë. Unë personalisht, bashkohet me parakojtësit, rajonet kanë dështu në mënyrën më spektakolare, qarqet, sepse janë koncepte pastaj. Këto duhen në rast të se do të ngjelet rajoni dhe me shumë gjasa kaqe të ngjelet, sepse vendet e Bashkimit Evropian i kanë rajone. Tashti, a do i bëjmë me 2 apo me 3 ka fondet Bashkimit Evropian që një pjesë i ofin më mirë dhe duhet të aplikojnë pushtetet e ndryshme. Pra, këtu do të synojmë. Unë personalisht dhe jo propozojnë aty në të reformë territoriale, nëse marrin parasysh, bëjnë një modifikim ose të ullet në mënyrë se vetëm kanë qenë barë, specifikoj zotin Ndajra shumë mirë, kanë qenë barë për buxhetin e shtetit, asnjëherë s'na kanë arrëndim, vetëm sa kanë qenë abuzive. Para, e dyta, unë do të mshoj pjesë financiare, që të funksionojë, nuk ka rëndësi, as popullsia, ore të mëspave financën nuk e ka, në herë të kemë burimet natyrore. Të synojmë të merret në rast sa është e mundur duke argumentuar për pjesën e talës, sidomos. Jo si janë më pak të rëndësishme këto buxhete në një tjetër, por janë shumë më pak financiarisht që të funksionojë bashkëri. Sepse ka shumë probleme. Te funksionalitet, te zgjedhje. Unë do t'ja propozoj edhe vetë. Duhet ndryshu modeli i zgjedhjes të këshilltarit, që kanë një pjesë mirë, kryesisht Franca, Italia, janë e tjetër, duhet me përsinjën që fitohet kryetari i bashkisë, do t'ja pashohet. Pse? Ka një fragmentim i vendimarrjes në këshillat lokale. Dhe kjo na ka degraduar. Në individ që s'kan as pesh, që s'kan as mend, por që për hir të interesave të momentit të caktuar bëhen mos përdor çfarë shprehje që nuk e ligohet kjo ambient për të shkuar. Pra, të ndryshohet mënyra. Në rast se ka fituar kryetari i bashkisë fituese me 51% t'ia tashohet. Kjo do të ishte ndryshim i qëndësishëm për të ardhmen, sepse
ata që s'du të dalë nga programi i asaj, ti do ta mendosh si vend. Reforma nuk bëhet vetëm lokale. Vërtet ne kemi shënë që 92, s'na ka pyet kush. Asnjëherë. Imi pak në kundër kohës që përmeni Kola, Gjeta, por në fundit ne bëjmë ato që kemi mundësi me i bëjmë dhe të penalizojmë, sidomos dy forcat politike, këto të reformës, deri në mos marrje pjesë, ose mos diferencimin, siç na diferencuan ne me tjerë, banë fusharësin, herës tjetër, banë klosin, vetëm për interesa që tjetë, s'ka nevojë me i kalu atë. Unë jam për bashki funksionale, jo bashki historike. Në qoftë se nuk e gjykojmë kështu, që do të qenë shërbim më tepër tek qytetari, unë të bëjmë reforma sa të duhet për s'ke rezervë asnjëherë gjë. Mua, në mendimin tim, unë shkon shumë për shtatë të temë, si një bashki e madhe, me një histori të madhe, një kulturë e trafikimi, zgjedh më mirë tek hallet e qytetarit. Ose një bashki e vogël mund të zgjidhë pak më mirë hallet e qytetarit. Në qoftë se nuk do ndryshoj ligji i cili në bazë të partës së autonomisë vendore europiane është e bazuar në 3 komune. Një territor që patjetër Ministria Vendore do ketë, se në çështje të tjera, të ketë kompetenca që i zgjidhin të hallet dhe të ketë financa që i zgjidhin të hallet. Pra në qoftë se nuk do të shkojmë drejt ligjit të qeverisë vendore që të funksionojë në këto 3 kolona, atëherë ne nuk kena bërë asgjë pavarësisht se nuk ndryshojmë disa kufi në një moment të reformës territoriale. Se po të themi, edhe unë jam për një histori që ka me vita etnike, me vita madhe të tjera. Po t'ja prish qytetarit nga shkëlqy, nuk të vjetë që janë në shkëlqy për shërbimin më të mirë, të shkojnë njërë, ose në shkollë. Për i ulze, ose për i bazë, nuk shkojnë burrejt para, ose nuk shkojnë lesh, para se të bimë mirë. Pra du të mendoj në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe shërbimit të qytetarit. Ma tepër, atëherë këto janë të patur parasysh gjithmonë, ka komune deri në 600 nga 300 vetë në Europë. Në numri popullsisë, në funksionon në Francë, në Zvicër, ne ma tepër do ta shikojmë të në funksion të asaj se sa kena mundësi të shërbim qytetarë. Dhe kjo, kryesori është të ketë arterje që funksionojnë, të ketë rrugë nga parëse, si nga të nejë përmeshtu në shpej herdut rrugët, pastaj fillojnë me kolonialisin hallet tjera. Që bërë që reformë territoriale, në pratë partë do të bëhet një analizë. Të jo analizë partijale, apo analizë që bashkëmëria apo opozita, një analizë pavarur. Cilat janë efektet reformës territoriale 2015? Cilat janë anët pozitive, negative, cilat duhet shërbejnë si bazë për korrigjimit të nevojshme. Në 2 plane, drejtim të korrigjimit të asaj që si do të rritë dhe efikasiteti e shërbimeve përshë i komunitetit, dhe dyta, a duhet të qënë pushtetin vendore drejt modeleve të sukseshme të vendit bashkimit evropian, rrugë që ne bashkimit shqiptare kanë pandashme, për disa Shqipëria se në shumë dhe e. Që gjithë të çfarë thash në sipër, duhet jenë thekë e saj që duhet kisha fillu Komisioni i Reformës Zyrtare. Komisioni i Reformës Zyrtare as nuk ka dalë publik, ka bërë një 2 takime që ne ka anulluar, sot kemi takim masdite, dhe nuk ka një analizë qartë për njerëzit të kuptojnë. Kjo reformë, nështë ka qenë më mirë në 2015, sa vazhdojnë. Do të kishë një ekspertizë, një raport publik, gjallë që bëhen në të tavolina, në ne s'ka nevojë të 2008 dhe të në shumë kushtetut, a mërë në 9 kapitullu. E kanë dorë prapë në shënë institut. Që është putja publikur të lojë, diskutimet publik janë shumë të rëndësishme për gjëra që kanë bëjmë në shërbime nga shqiptyrë. Në këtë kontekst, unë mendoj që duhet i qartësimi kompetencave, duhet të shkojmë të flasim në mënyrë parimore për shumë pastaj tek pjesa që na takon ne. Qartësimi kompetencave në lidhje procesit që ndodhet procesit vendor. Dhe sot këto kompetenca kanë kalu kompetenca në funksionin dhe të procesit vendor, të cilat pashëgjuar në fond. E që duhen ato kompetenca kur niveli shërbimit të është më i ulët se vitin 90. Flasi për vitin. Ujtja është më ato se vitin 90, para vitin 90. Që ose të mërëcia shkojmë, se shkojmë poshtë shërbimet të
edhe në kohën e komunizmit, unë mendoj që është një dështim i administrimit të shtetit vendor. Kështu që në këtë plan, unë mendoj që duhen kompetencat të qarta në Pushtetin Qendror, Pushtetin Vendor. Dhe me gjitha vendose kriteret mashkull, por dhe një mënyrë arbitrimi, ndër qytetar për kompetencë. Nëse kam kompetencë në Pushtetin Vendor dhe mua më merr qeveria, kush është arbitri në këtë rast? Kështu që duhet është rast edhe moment mendoj në histori për Shqipërinë, nëse do të administrohet në mënyrë të tillë që kompetencë të jenë qartë. Nëse ka Pushtetin Qendror të illustroj, nëse ka Pushtetin Lokal, s'ka pse të marr ndërhyj Pushtetin Qendror. Marrë rast të punës, me drejtë urban. Do të detyrohemi në projekte strategjike që kanë ndërku me quajtur drejtë urbane në Shkodër. Kjo sa autonomi vendor. Kjo është për caktim nga lart i kompetencës, një kompetencë të cilën ka Pushteti Lokal. Ne kemi një anëfit, thotë çojmë në kritë të Shkodrës. Ku do të ndeshë transportu? Pra ndarja e qartë e kompetencës dhe arbitrimin mbi gjitha ndër qytetarë për kompetencat e Pushtetit Qendror, Pushteti Lokal mendoj se duhet të jeni mirësi për këtë reformë. Një të pikat pyetje mendoj unë është decentralizimi. Është tentuar dhe është folur shumë për decentralizim të Pushtetit Vendor. Por shpeshherë qeverisë vit pas viti, ko pas kohe, vit pas viti dhe ko pas kohe, qeverisë kanë ndërhyrë dhe atë kompetencë që kanë dhënë, element decentralizuar që kanë dhënë funksione, ato kanë marrë përfshi qeverisë qendrore. Kjo ka të bëjë atë që qeverisë qendrore gjithmonë kanë folur për mungesë kompetencë për Pushtetin Vendor. Dhe unë them se ka mungesë kapacitete për Pushtetin Vendor. Kjo ka qenë arsye pse nuk japin kompetencën. Në të vërtetë, në qeverisën pas 2015 dhe në vitet të tjera, unë mendoj se është përmys kjo, sepse gjendja e qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale në raport me ligjin e zbatimi ligjit ka sjellë një situatë tre, në cilën qeveria do të kuptojë gjëra, do të merret me politika dhe nuk do të merret me tender. Politika do shkon poshtë. Dhe një nga dyja momentet që mendoj unë që kanë substantive, decentralizimi fiskal që bashkitë apo komunat apo rajonet të kenë para, fondet e nevojshme për të bërë për të zbatuar strategjitë e tyre të zhvillimit, si zhvillimit lokal dhe rajonal. Dhe e dyta është që kjo të bëhet konkretisht. Marrë në rentën minerare, sa përfitoni ditën në rentën minerare? $1.200. Dhe i kohë që vlera e koncentratëve të bashkëtimit në rentën e milja është mbi 450.000 euro. A është logjike kjo? Sa marrë në konkretisht? Kjo e logjikë. Kështu do të kalojë dhe një pjesë të rrshës vendore, do të kalojë në drejtim të nivelit të falë. Rrshë lokale për investime. Dhe kjo do të mundës. Qeverisja qendrore mos mbaj para të kalojë për Pushtetin Lokal. Pra heq ndikimin politik që unë e konsideroj shumë të rëndësishëm. Pozicioni im është ai i një lideri fetar, katolik, jam munduar gjithë këto vite me komunitetin, me ato me cilët bashkëpunoj që shërbej në këtë territor. Kisha, si pas rastit, herë i paraprim vizioneve, herë i ndjek vizioneve. Nuk është se ka një vizion politik. Kisha ka vetëm një qëllim, shërbimi sa më i mirë i njerëzve. Nëse realizohet kjo gjatë, kisha është në rregull. Prandaj dhe unë, ajo që mund bëj është të mbështes çdo lloj iniciative që vjen nga ana juaj, që jeni ekspert në fusha të ndryshme, fusha në cilat unë nuk jam ekspert. Unë jam ekspert në një gjë. Dhe këtë e bëj më mirë se gjithë ju, ndoshta edhe më mirë se kryetari i bashkisë. Jam nga fakti që i bi pashëm një vitës, çdo ditë, çdo javë, i një familje për familje, gati emër për emër, me qenë se kanë merr vetëm 13.600 banorë. Unë këtë mund ta bëj shumë mirë, në qoftë se kjo ekspertizë imja ju shërben, i shërben komunitetit, i shërben bashkësisë, i shërben ekspertëve, unë e jap me shumë dëshirë. Tani po e mbyll me një reformën territoriale, e ka bërë diku në vitet 20 për Mirditën, padrejtisht në një poezi të tij
satirike faktikisht. Kur pash në ndërsërvana pak, unë për të citoj vetëm një pjesë. Edhe pse mua, thot, shndritën me rreze, shumë më duken shtatë dioqeze. Në 2 plan vend digni. Në dioqez Dezhës unë bane i viz, e i bale i krysh në kurriz, duja pështet në shatë. Puf i balë këthejnë se vit, i bashkova me mirdit në nësëndim të abatit. Në ngjarje territoriale kemi të paktën të koordinuar 2 linja që kundërshtojnë njëra tjetrën të 2 forcave kryesore politike. Njëra thot për zvogëlimin e numrave të njësive vendore, tjetra thot për zgjerimin e këtyre numrave, që do thot e para për rritjen e popullsisë dhe territoreve të atyre vendeve, dhe e dyta për uljen e popullsisë dhe territoreve dhe rritjen e numrit të njësive vendore. Tani ne paraprakisht duhet të ndajmë, mendoj se duhet të ndajmë se me cilën blok mendimesh përqaset interesi individore. Nuk du me hy në histori, pasi mbi vita në fakt me Veri Shteti Shqiptar e ka humbur peshën politike, kulturore dhe peshën ndërkombëtare që ka pas, por kjo është një problem që nuk zhbohet më, ndërsa tani është çështja. Interesi militorëve me cilin krah politik është i përfaqësuar më mirë dhe cili duhet mbështet, pavarësisht se unë du shokun Sali apo shokun Goldo, shokun Edi. Kjo nuk ka asnjë rëndësi. Rëndësi ka në interesi militor të realizohet dhe në cilin për këtyre forcave e bëhet. Tjetër, kush do të jenë mbështetësit e atyre konkluzioneve që do të dalin për kësaj ndërmjet? Kush do të mbështetësit? Me shembull do të vijë kush do të jenë apostujt e saj. Ne nuk kemi përfaqësues në parlament të cilët jenë relevant dhe të imponohen atij kuvendi se Mirditës i duhet korrigju padrejtësi që janë bërë prej një shekulli. Kush do ta bëjë? Askush. Ne nuk i kemi këto asete. Tjetra, përfundimisht kjo reforma do të shkojë tek kartoni, do të shkojë tek votimi në parlament. Aty është numra, me cilët numra do të jemi ne, ose cila shumicë numrash do të jetë mbështetësit e përfitimet e tona apo të korrigimit padrejtësive që janë bërë. Kush do të jemi këto? Unë, zoti kryetar, mund të them se pavarësisht forcës politike që i përket, në këtë moment do duhet për të pasur cili variant politik propagandame në fund fare, i pusin një me vesh shoku Sali me shokun Edi, edhe Veri Beti ka të dushë si të dushë, ato e pusin votimin, e këshillojnë në ligj e dekreton bami atë e kulla e bardh, edhe gjithçka ka përfunduar. Më përdojë, në fakt që ishte pjesë e takimit të përshkaqe shëndetësore në shkullqytet, ishte të mundur. Po përcjell mendimin tim të në qenë se nuk i kisha të mundur të qenë në takim. Zgjidhja e reale do ishte krejt Mirdita etnografike në një bashkim në qendër Rëshënjë. Por duke parë afërsinë e disa territoreve me qendra të tjera administrative. Territore si ish Bajraku i Marakis dhe Rancës, si dhe një pjesë e Bajraku Spaqit, kanë të pamundur të bashkohen në Mirdit. Mua më duket interesant propozimi për Mirditën me 2 njësi administrative. Rëshënjë dhe Roshi, duke marrë dhe njësinë administrative Gjegjan, ndoshta edhe Kashnjeti, ku i shtohet Mirditës edhe një qendër, për më tepër edhe historike si Roshi. Gjithsesi, kjo do të reflektonte për mirë dhe banorët e treves tonë, për kushtet tona dhe rritjen e kësaj bashkie që kemi, kur bashkia fusharës është me shumicë miritore, është një zgjedhje jo për të hedhur poshtë. Mendoj se duhet luftuar që të ruhet patjetër qarku i veç, ku popullsia miritore ka shumicë ndërmuese. Qyteti i Lezhës ka qenë edhe në kohën e Bajrakut një territor pothuajse miritor. Për të funksionuar demokracia do të jenë gjithë tjerë në përgjigje. Se bazojnë atje në moment apo nga interesat së qeverisje
apo marrëveshje të linjës. Dhe ashtu edhe për raportet pasurore dhe fiskale, për paras, në tjenë gjithë të të për pas në partijë një të qëndrushme në këtë fundën, është vendimtare harë. Nëse Shqipëria ndahet matematikisht proporcionalisht, duhet parë, me sipërfaqen që ka sot Mirgita, i bie në 38%. Paradoksi i Mirgita është që kërkon bashkimin që duket se ka zgjedhur Majta dhe bie ndesh me shtimin e bashkimit që e ka zgjedhur. Por nuk mund të ketë kurrë një parim që ndërshkon një bashkësim identitar. Ka ndjerë ka përstës. Tirana ka nevojë të ndahet, sepse kam të kashku ishin një banor pas identitet. Sepse i ka marrë qëtë peshë, krujës, dhe asë nuk thotë se është dajt, asë arban, asë këtërej. Por thotë se është Tirana. Që Tirana me afton majna madhës madhe dhe të bëjnë për të një. Qoftë se të vazhdojnë, Tirana të në kërkoj që shkojnë Tiranë pas detronimit, kemi nërë. Qoftë se këtë vend bëhat i panushën për ne, kjo është një vend farë e duhet bëjmë harë. Me bashki, me qark apo me rajon, që janë koncepte që duket sikur qarkullojnë, por këta që janë pjesë e linja vendimare se të mirë, çfarë është program dhe çfarë është fakt. Kështu që nëse kërkojnë fakt identitetin tonë, çdo deputet i Republikës së Shqipërisë, vera dije se thjesht po kryet një veprim për shëndetësinë. Të bëhen që bashkimit konsilient si komitetet e dikushme ku roli i kryetarit të bashkimit është roli qendror në qytet. Ai është personi që merret me urbanistikën, ai është personi që merret me aktivitetet kulturore, ai është personi që merret me peizazhin urban. Me që raportet e jetë dhe të vëri qendrore në pushtetin lokal, sepse gjithçka varet nga mekanizmi që ka ndërtuar sa si e trajton, si i qasen pushtetit lokal. Do të zgjidhëm këshilltarët bashkiak që e konsideroj një nga thembra e aktivit e pushtetit lokal që në përgjithësi njerëzit dhe e shmangë në parë. Pra, do jenë me listë me çfarë sistemi kush do kandidojë e ti. Që është një problem që nuk mund të shmangë në ju paka shumë dini të cishtë ako. Është dhe diçka tjetër, ne që jetojmë në Tiranë, punojmë në Tiranë, por që mund kemi një provë, kemi një tokë, por edhe në qoftë se kemi të vjetë një barë të përgjërë të tonë. Dhe kemi një vendim, kemi një vendimarit, ka në të shprejnë në të jotë, sepse mëndej moshë 27 vjeçare, ka janë një vërditu të qytet. Kam një memori në qytet faktikisht në memori kolektive. Këta njerëz të shprejnë, sepse Bashkimi Evropian unë e kanë gjetur këtë gjë. Ka njerëz që jetojnë, punojnë qytete të tjera, por shprejnë vullnetin e tyre qytetit të tyre, sepse nuk mund të shkëputës nga memoria kolektive. Dhe pika nevralgjike në referendum. Do të jetë diçka për referendumet lokale në shumë të rëndësishme. Sepse nga referendumet lokale ne mund të përfitojmë autonomi financiare. Shembull, ne i kemi me hidrocentrale, që në thellë kur dëptohet jeta e qytetarëve të shenjtë për shkak të një industriale, për vite të tëra, dhe askush nuk i kanë pas. Dhe a kemi drejt me bërë një referendum për të? Dhe këtë duhet ta përcaktojmë qeveria. Dhe ajo që është e fundit, për të mos u zgjatur se kanë shumë tema, por në duhet të është raporti me mediat lokale. Kjo nuk është rasti bashkisë në lidhje, por është në raste të tjera, sepse nuk do të harrojmë që nga 92-shi dhe deri tashmë ne kemi një centralizim pushtetit. Kushdo që kërkon që do ta decentralizojë pushtetin në shkëlqyes vendim, sepse pushteti ka qenë duke i centralizuar apo më shumë reformë të dignitetit në ligjin elektoral, ne kemi arritur të ndërtojmë një piramidë.
Në të gjitha aspektet ekonomike, kulturore, diçka shpërndan nga pushteti qendror. Dhe raporti i vendeve sociale që është rënë në diskutim. Bashkimet dhe institucionet nuk do të konsiderohen si institucione publike. Ato janë institucione që marrin vendime dhe kanë diskutim që janë të përshtatshme nga qytetarët. Problemi është transparenca. Transparenca ka nevojë që të bëhet për pasur dhe një nivel lokal. Dhe vetëm ajo që transmetohet nga rrjetet sociale, por ajo që transmetohet nga rrjetet sociale kontrollohet nga rrjetet lokale dhe ka nivelin e transparencës. Në shumë të kam të sot, për mendimin që da, për gjithë ato që u diskutu në një të transparente, të hapur dhe konstruktive, të gjitha çfarë u konkluduan në këtë takim janë të regjistruara dhe të shkruara, cilet ne do përpillojmë pastaj në fund një material edhe nga takimi sotën, por edhe nga takimi që kemi kryer me njohës për shtetit vendor, ish funksionarët për shtetit vendor në vite, dhe për cilin pastaj komisionit parlamentar për ndarjen administrative. Shumë faleminderit, ishim shumë dëruar që ishim sot.